Mediat në Serbi kanë kushtuar vëmendje zhvillimeve më të fundit në Shqipëri, ndërsa pas ditën e sotme në Tiranë do të mbahet një protestë në mbështetje të disa prej drejtuesve të UÇK-s që po gjykohen në Hag, ndërsa prej disa vitesh ndodhen në paraburgim. Danas në një artikull të saj shkruan se kryedemokrati Sali Berisha e kritikoi ashpër vendimin e parlamentit për mosmiratimin e një rezolute që dënonte gjenocidin serb në Kosovë, duke deklaruar se Shqipëria duhet ta kishte miratuar menjëherë rezolutën. Gjatë viteve 98-99 forcat barbare serbe kryen masakra kundër popullsisë së pambrojtur. Të mohosh këtë do të thotë të jesh pa vedi njerëzore, shoqërore dhe kombëtare, tha Berisha nga foltorja e kuvendit, duke akuzuar Partinë Socialiste në pushtet për shkeljet viktimave të gjenocidit dhe se kryeministri Edi Rama është shërbëtor i Vučićit. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu përgjigj se askush nuk mund të ndajë mësime për patriotizmin kur bëhet fjalë për Kosovën, duke kujtuar se Rama gjithashtu e përsëriti publikisht kërkesën për njohjen e Kosovës në Beograd. Vëngu bëri thirrje për unitet kombëtar dhe theksoi se qeveria udhëheq bashkëpunimin strategjik me Kosovën në zhvillim dhe siguri. Deputeti i opozitës Erald Kapri kritikoi qeverinë për, siç thaj, mungesë koherence në marrëdhëniet me Kosovën. Kosova meriton një qasje të ndryshme dhe vëmendje më të madhe nga ky parlament dhe jo që kjo temë të përdoret për retorik politike, thaj. Socialisti Ulsi Manja ju bashkua diskutimit duke theksuar se Rama është avokati i Kosovës në forumet ndërkombëtare. Ai u kërkoi vendeve të BE-s të njohin pavarësinë e Kosovës në tryezat europiane dhe ndërkombëtare, tha Manja, i cili konfirmoi se deputetët socialistë do të marrin pjesë në marshimin protestues në Tiranë, në mbështetje të UÇK-s, por si qytetari ose si politikan. Berisha përsëriti akuzat ndaj kryeministrit Rama, ndërsa një tjetër deputet demokrat, Tomora Lizoti, theksoi se është për të ardhur keq që nuk ka asnjë fjalë për Kosovën në program apo një qëndrim të qartë për rezolutën mbi gjenocidin. Deputeti socialist Ardit Bide u përgjigj se në diskutim kishte pretendime për UÇK-n që as Serbia nuk i bëri. Më vonë ai saktësoi se autori i asaj deklarate ishte një tjetër deputet i opozitës, Tritan Shehu. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu njoftoi se do t'i bashkohet marshimit protestues në mbështetje të UÇK-s, duke theksuar se po shkon si qytetari ose si politikan. Tauland Balla, kreu i grupit parlamentar socialist, konfirmoi se Rama nuk do të marrë pjesë në takim për të mos u politizuar. Tirana po përgatitet për një protestë masive mbar shqiptare të planifikuar të premten më 17 tetor në solidaritet me ish udhëheqësit e UÇK-s, të cilët janë në gjyq në Hag. Njoftimi për tubimin të organizuar nga shoqata e veteranëve të luftës së UÇK-s shkaktoi tensione politike mes kryeministrit Rama dhe lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë, ndërsa institucionet e Kosovës përfshirë presidenten Vjosa Osmani i dhanë mbështetje protestës. Vetëvendosja sfidon organizimin e kësaj proteste nga Rama, duke akuzuar atë se Gjoja ka mbështetur gjykatën speciale në një kohë, ndërsa Rama përgjigjet se i vjen keq që lëvizja vetëvendosje po i përzien marrëdhëniet institucionale të Kosovës dhe Shqipërisë me raundin e dytë të zgjedhjeve lokale.